Pyetja që dua të shtroj në këtë gojë të Miletit është ka të bëjë me pornografin, banalitetin, krimin edhe drogën, prostitucionin, armët, gjithçka të keqe që po ndodh me videoklipet dhe me tekste të këngëve që laçon estrada jonë. Sigurisht me të drejtë mund të thoni që kjo gjë ka ekzistuar dhe në kohën ku nuk ishte i zhvilluar interneti dhe nuk ishte ky lloj komercializmi që ka prekur industrinë e muzikës. Jam dakord, pasi atëherë ishte më e rafinuar situata, i kërkonte jep ma mollën, por nuk thoshte sot ta ha e ta kafshoj. Ka qenë një tjetër situatë, ka qenë një tjetër emancipim dhe ka qenë një tjetër logjik për të ardhur tek publiku me një lloj teksti jo banal, me një lloj teksti jo pornografik, edhe me një lloj teksti që kishte një vlerë rreth saj, që u krijonte për një fabull të bukur, e jo sot ku dëgjojmë artistë që në tekstet e tyre, përveç se kanë një arsenal me ofendime, një arsenal me të qenurit gangsta, një arsenal me të qenurit të promovimit të lëndëve narkotike, të armëve, të jetës luksoze, këto s'po i quajmë, por e kanë kthyer në një lloj pornografi ku tregojnë me veprime si ta kafshoj, ta lëpi, ta kërcas, ta plas, ta shqyje e ta bëj. Nuk është për të qeshur sigurisht, edhe pse vjen për të qeshur me këto lloj tekste të degraduara që kanë artistët tanë, por problemi është tek audienca që i dëgjojnë dhe që ju japin atyre miliona shikime. Për këtë arsye pyeta publikun dhe ata kanë ndarë disa nga mendimet e tyre, ku disa shprehen që të pyetur se pse ka kaq shumë tekste banale dhe pornografike nga artistët tanë, shprehen që e thjesht bëj moral, kot më fund shumica llumin do. Kjo ka diskutime. Dikush tjetër thot se jemi bë shoqëri e degeneruar, s'ka kontroll as në muzikë dhe as në ekran. Këtu jam plotësisht dakord. Kurse një mendim tjetër shprehet se për të njëjtën arsye që dëgjojmë budalliqe të tjera që nuk shajnë apo nuk kanë asgjë artistike fare. Është një situatë ku padyshim nuk kemi se si i presim me thik të gjitha këto ngjarja apo le të themi zhvillime negative që fatkeqësisht artistët tanë po elaborojnë, por duhet të jemi me këmbë në tokë për të parë gjërat më ftohtë edhe të mos i le të themi ju japim zë atyre, pasi po kthehet një lloj pranimi, po kthehet në një lloj le të themi degustimi dhe po kthehet në një lloj klisheje, të gjithë elementet negativ po normalizohen dhe ky normalizim pra të videoklipeve ku kanë të gjitha ato që unë përmenda, që ka një degradim të figurës apo dhe një degradim të sjelljeve pranë lëndëve narkotike apo dhe pranë armëve të zjarrit që fatkeqësisht në lajmet e kronikës janë trajtuar dhe fatkeqësisht po shtojnë rastet ku çdo ditë më shumë të rinj vrasin njëri tjetrin me armë që u gjenden në makinë, me armë që u gjenden në breza, dhe ky normalizim që u bëhet edhe videoklipeve dhe kjo e keqe e madhe që bëhet si një lloj trajtje për të shitur diçka që realisht duhet gjykuar dhe nuk duhet pranuar, për mua po vijon ende dhe po pëlqejet në masë dhe çdo ditë më shumë artistët që e lovrojnë dhe janë gabim në këtë pjesë të normalizimit të elementeve të këqij të shoqërisë, të elementeve shqetësuese, të elementeve që nuk e drejtojnë një rini drejt një rruge të mirë, po tregojnë si norma, pra fatkeqësisht gjërat negative po normalizohen dhe po shikohen si një qasje edhe si një shembull fatkeqësisht i gabuar për një brez që ndikohet dhe e merr si të mirëqen që në jetën tënde duhet të jesh i fortë, do e mos, duhet të kesh para, duhet të kesh makina, duhet të kesh femra, duhet ta trajtosh femrën si kurve, të tilla gjëra që rëndomt po të shikojmë në videoklipet e artistëve tanë që për hir të së vërtetës nuk ja kemi për bord, pasi edhe në sondazhe dalin që shqiptarët më shumë klikojnë në internet faqe pornografike dhe nuk e di pse ka nevojë për t'i parë këto edhe nuk e di pse ka nevojë për t'i parë të elaboruara edhe në videoklipet e artistëve, por besoj që këtu vjen e gjithë problemi i normalizimit të një lloj kulture të keqe që e zhvlerëson femrën, që e bën femrën thjesht një figurë plotësuese, një figurë eksituese, një figurë mbuluese dhe një figurë që është
tërheqje seksuale për të shitur atë videoklip, për ta bërë atë romancën e sajuar në skenarin e videoklipit tërheqjes, e nga ana tjetër me të drejtë edhe dikur kur thonin vetëm 5 minuta, apo këngë si Mercedesi, apo këngë të tjera që ja kërkonin femrës që t'ju ja jepte, sot po bëhet në mënyrë pornografike, edhe pastaj vim tek problemi që ku po shkon kjo shoqëri, ku po shkon brezëri, ku po shkojnë fëmijët që dëgjojnë qoftë edhe këngët e muzikut që thonë unë ta hëngsha për edhe gjëra të tilla që jemi kthyer në një vojë dhe jemi kthyer në një lloj paçavure që besoj që duhet të ikim sa më parë. Është e vështirë që ta presim me thik këtë situatë, që ta largojmë artistët tanë që të promovojnë dhe të krijojnë të tilla muzikë, të tillë videoklip, pasi edhe në botë ka padyshim artistë që bëjnë të njëjtat gjëra, por një shoqëri si e jonja që e manifeston edhe ja lë fajin, le të themi, medias, unë e pash këtu, e pash atje, edhe e shikon si një normë, e shikon si diçka pozitive, si diçka të bukur, është e gabuar dhe uroj shumë që të kemi sa më pak pornografi në videoklipe, pornografi dhe fjalor të pisët në këngët tona, pasi jemi në një kohë ku realisht na kanë lodhur, nuk janë të nevojshme, janë të tepruara dhe nuk kanë asnjë vlerë morale, por se mund t'i sjellin artistëve të mira financiare në aspektin social dhe të përgjegjësisë, që unë e them gjithmonë, të përgjegjësisë etike që duhet të kenë dhe sociale figurat publike, rëndom disa prej tyre kanë rënë pre e një manifestimi ku çdo gjë që të jetë sa më shumë e zhveshur, aq më shumë mirë është për ty, se do të sjellë më shumë klikime dhe aq shumë i pranuar do të jesh tek audienca, por audienca tregon se edhe ku sillen gjëra të bukura, materiale me vlerë, këngë cilësore, videoklipe që përfaqësojnë diçka të bukur, përqafojnë dhe jemi krenar, ndaj për të qenë më shumë krenar, të nderuar artistë, lëreni pornon, ta bëjnë ata që paguan, e ju bëni muzikë më të mirë, muzikë më të shëndetshme, muzikë që të lavdërojë dhe të ngre në piedestal femrën dhe jo ta trajtoni si objekt plotësues seksual dhe një objekt që ju sjell juve fitime. Do doja të ndija dhe mendimin tuaj duke mos harruar të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.